Përshëndetje miq, sot do ndaj me ju këtë super recetë dhe ju tregoj të gjitha sekretet se si të përgatisni kremin karamel perfekt. Kjo ëmbëlsira që po shikoni këtu quhet flan ose krem karamel dhe ka origjinën nga Roma e lashtë. Në ato kohë njerëzit kishin vetëm pula në shtëpi, pulat bënin vezët dhe ata sajonin receta dhe ëmbëlsira me çfarë të kishin. Pikërisht kjo recetë kërkon vetëm 3 përbërës: sheqer, vezë dhe qumësht. Do të hedhim 200 gram sheqer dhe 60 ml ujë në një enë me temperaturë mesatare. E lejmë sheqerin të shkrijë ngadalë, pa e përzier, vetëm duke lëvizur tiganin kështu. Kur sheqeri të ketë ndryshuar ngjyrë dhe është bërë në formë karameli, do ta hedhim në një enë siç po e bëj unë në video. Kur të mbarojmë me këtë, në një enë tjetër do të hedhim 2 vezë të mëdha, 100 gram sheqer, 20 gram vanilje dhe pak krip. Do i përziejmë të gjitha bashkë. Pasi ta kemi përzier mirë, do të shtojmë dhe 220 ml qumësht të ngrohtë, dal ngadalë duke e përzier siç po e bëj unë. Dhe që ëmbëlsira të dalë më e mirë, duhet ta kulloni lëngun siç po e bëj unë. Vezën dhe qumshin do ta vendosim brenda tasit me salcën e karamelit. E mbulojmë përsipër dhe do ta vendosim brenda një tepsie të thellë ku do të hedhim dhe ujë të ngrohtë brenda. Të gjitha bashkë do t'i vendosim në furrë në 180 gradë për 50 minuta deri në 1 orë. Ëmbëlsira tani nuk është akoma gati, duhet që të pushojë të paktën 5 deri në 6 orë në frigorifer. Vetëm pasi të ftohur, ëmbëlsirën e kemi gati, me kujdes e nxjerrim nga tasi me një pjatë dhe e bëjmë kështu. Me qëra fjala, shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Nuk po i besoj dot syve, aq që bukur ka dal. Tani po më vinte pak keq që duhet ta pres këtë ëmbëlsirën që ta shohim se si ka dalë nga brenda. Mendova që sot ju sjellja një video të veçantë, një video të re, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, bashkë do shihemi në videon tjetër. Faleminderit shumë, ciao.